Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi një takim me demokratët në Mans të Durrësit për të lajmëruar se në janar opozita do të protestojë çdo ditë para se listë së qeverisë deri në dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Sipas Berishës, protestat paqësore do të jenë rruga që opozita do të ndjekë për largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin në zgjedhjet parakohshme. Tani duhet të betohemi ditën e caktuar të zëm sheshin dhe të rikthehemi sheshin çdo natë gjersat për zëm atë. Të mos mendojmë se rruga është dhuna, jo. Rruga është qendresa jon, sheshi duhet të jetë yni dhe Edi Rama ikën si mi. Berisha akuzoi qeverinë Rama për korrupsion, duke shfrytzuar dosjen e Spakut për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe gjetjet e prokurorëve të posaçëm për figurën e Ergys Agasit. Zyra e Ergys Agasit o miq ishte si zyra e kryeministrit. Shkonin ministra, shkonin gjykatës, shkonin prokuror, shkonin zyrtar të lartë, drejtues agjencisë tek ai aty. Çfarë ishte Ergys Agasi? Ishte kryeministri hije. Ato që kryeministri si bënte dot me ligj i bënte me Gysin. Ndaj dhe ne nuk lëshojmë më kësaj here. Ta ketë shumë të qartë. Më mirë ti sa më shpejt të jap dorëheqjen se populli do ta detyrojë atë të jap dorëheqjen. Paralelisht me protestat para kryeministrisë, Berisha lajmëroi radikalizimin e aksionit opozitar edhe në parlament.